Me aktivitete të larmishme kulturore-artistike, shkolla fillore Milto Gurra e fshatit Garan Strelës, komuna e Kërçovës, shënoi ditën e shkollës. Fillimisht të pranishmit i përshëndeti drejtori i shkollës Kujtim Kasami, i cili duke folur për rëndësinë e kësaj dite theksoi se shkolla është më shumë se një shtëpi për nxënësit. Shkolla jonë vazhdon të jetë e sinqertë dhe besnike ndaj misionit të saj që e ka caktuar që shkolla do të jetë një vend i sigurt për të gjithë fëmijët tanë. Dhe shkolla jonë padyshim që është jo vetëm një shtëpi, por më shumë se një shtëpi për të gjithë fëmijët dhe nxënësit tonë. Në këtë shkollë, në bashkësi me kualitetet e larta, bëhet procesi mësimor. Kur them procesi mësimor, nuk është vetëm një akt. Procesi mësimor nuk është vetëm një ditë, nuk është vetëm një javë, është bashkësi, është sistem, është ditë të tëra për të kultivuar edhe edukimin, edhe arsimimin e gjeneratave të reja. Dhe më vjen mirë që shkollën tonë është ndërtuar një bashkëpunim i fuqishëm midis mësimdhënësve, midis prindërve dhe midis shkollës. Dhe kjo është një fakt pa mohueshëm dhe një argument i shtuar që dëshmon që në shkollën tonë gjithmonë do të ketë rezultate dhe sukseset e larta. Padyshim që shkolla e luan atë rolin e faktorit sociokulturor si familja në edukimin e gjeneratave. Dhe ne krahas arsimimit të rregullt, ju e keni vënë edhe në rrjetet sociale se në çdo javë, në çdo muaj kemi edhe aktivitete jashtëmësimore, të cilat i bëjmë me dije të plotë, që thyet dhe monotonia e arsimit të përditshëm, por nxënësit tonë të pajisen me shkallësi dhe aftësi të larta edhe mësimore, edhe arsimore, por edhe jetësore. Më pas në një atmosferë festive, nxënësit e kësaj shkolle sollën përpara të pranishmive programin e përgatitur me përkushtim, duke recituar poezi, këngë e valle popullore. Me burra tima, e gratë lira, ti ndërshoqë, ke qenë më e mira. Ku kriste pushka, si me shkrep moti, zogu i shqiptarisë gjithmonë i zoti. Për mësuesi, do njëherë mendohe si është të jesh në atë pozicion, të gjesh forcën e përkushtimin që të qimë preca e të tonë. Patronati i shkollës, erdhi dita, plot me ngjyra, shkolla jo sot ka fytyra. Një diçkova gjyshen tata to, në përfoto kujtime kish ngrin, në rapatin kish fëmi, më fashista shumë i gjanë. Lam të mirë vëndet e mia, lam të mirë vëndet e mia, që po shukeni dal nga dal, gjëllon të ti ushton të hia, lëkundet varka, val për val. Dita alfabetit, lere shtuar e kongresit, dite lumtur e alfabetit, në manastir s'partit drita, kura kur që gjesh fishta, alfabeti u shfaqe në torë, zbriti në manastir si meteor. Kjo dashuri kur ushton këtë botë, kur ka më mirë për në Zot. A ka më mirë se uret e mos ketë, veç si m'hare. Gjithashtu me këtë rast u ndan mirënjohje për mësimdhënësit të cilët për vite të tërë kanë kontribuar në arsimimin e gjeneratave të shumta. Mirënjohje u ndan edhe për nxënësit dhe arsimtarët për rezultatet e arritura gjatë këtij viti shkollor. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin mësimdhënës, prindër, përfaqësues institucionesh dhe qytetarë të tjerë.